Përshëndetje. A ju re zemra nga mendimi për të folur në një takim? Apo i shmangni ngjarjet sociale sepse keni frikë të jeni në qendër të vëmendjes? Shumë prej nesh nuk kanë besim. Kështu që nëse po pyesni veten si ta përmirësoj personalitetin tim, unë do t'ju ndihmoj për të përshkruar 15 mënyra të thjeshta për të përmirësuar personalitetin tuaj me ndihmën e psikologjisë. Pra, a mund ta ndryshojmë tiparet tuaja të personalitetit? Përgjigjja për këtë pyetje është një po e madhe. Mungesa e besimit dhe frika nga të folurit në publik janë pengesa që ndihen të pakapërcyeshme, veçanërisht në këtë epokë që është vazhdimisht në rritje. Ju nuk duhet të qëndroni të mbërthyer dhe të mos dini se si ta shprehni dhe të mos dini se si ta shprehni veten tuaj të vërtetë. Lajmi i mirë është se psikologjia ofron disa mënyra të provuara, të vërtetuara për të përmirësuar personalitetin dhe për të ndihmuar të krijoni besim dhe për të zbuluar versionin më të mirë të vetes suaj. Pra, pa vonesë, le të eksplorojmë se si ta transformojmë personalitetin tonë. Jepni vetes të paktën 3 muaj për të përmirësuar personalitetin me këto, themi, mashtrime të dobishme. E para, ju duhet të njihni frikën, pastaj ta emërtoni atë. Frika lulëzon në paqartësi. Merrni një moment për të përmendur saktësisht se çfarë keni frikë. Është gjykimi, dështimi apo thjesht keqkuptimi? Emërtimi i frikës suaj i jep asaj kufi dhe bën atë të ndihet më e menaxhueshme. E dyta, përqendrohuni te mesazhi, jo te vetja. Kur flisni në publik, zhvendosni fokusin tuaj nga çfarë do mendojnë ata për mua, tek si mund t'i ndihmoj unë këta. Ky ndryshim delikat e transformon energjinë tuaj nervore në një energji të drejtuar nga qëllimi. E treta, mos etiketoni veten. Unë jam i turpshëm, ose unë thjesht nuk jam mirë kur jam mes njerëzve. Janë etiketa që ju pengojnë këto. Në vend të kësaj, provoni të riformuloni shprehjen unë jam duke punuar për besimin tim, ose unë jam duke përmirësuar aftësitë e mia në komunikim. Fjalët kanë rëndësi. Ato formojnë identitetin dhe personalitetin tuaj. E katërta, përdorni fuqinë e praktikës. Besimi nuk vjen nga fati. Ai vjen nga përgatitja, nga stërvitja. Praktikohuni para një pasqyre. Regjistroni veten me një celular ose provoni me një mik të besuar të flisni para tij. Çdo seancë praktike largon frikën tuaj. 5. Riformuloni gabimet si mundësi. Ngatërimi nuk do të thotë se keni dështuar, do të thotë se keni mësuar. Çdo pengesë është një hap më afër zotërimit që doni. Mbani një ditar me titull Fitimet dhe mësimet, për shembull, për të riformuluar këndvështrimin tuaj nga gabimet. 6. Përvetësoni gjuhën e trupit të sigurt. Qëndroni në këmbë, bëni kontakte me sy dhe buzëqeshtje. Dhe nëse nuk ndiheni të sigurt, aktrimi i pjesës i dërgon sinjale trurit tuaj dhe të tjerëve se ju e keni gjendjen nën kontroll. Faktojeni derisa ta bëni, nuk është thjesht një thënie, është neuroshkenca në veprim këtu. E 7. Thyje akullin me ndërveprime të thjeshta. Nëse të folurit para një turme, publiku ndihet ndërmuese, filloni pak nga pak. Mund të filloni duke i përshëndetur një të huaj në rrugë. Ti bëni dikujt një kompliment, një mburje që mund t'i bëni atij. Nëse mendoni se veshja e tij është e lezetshme, ose të kërkoni ndihmë në një dyqan. Këto ndërveprime të përditshme ndërtojnë besimin tuaj social, si themi, gur pas guri, tull pas tulle. E 8. Vizualizoni suksesin tuaj. Mbyllni sytë dhe imagjinoni veten duke mbajtur një fjalim të sigurt
ose duke u përfshirë në një bisedë argëtuese me dikë tjetër. Vizualizimi ndihmon në krijimin e planeve mendore për sukses, duke bërë gjën e vërtet të ndihet më e njohur se sa e paarritshme. E nënta, bashkoni me një komunitet mbështetës, të themi. Afroheni në festa ose takime miq që ofrojnë një hapësirë të sigurt, me kushërinë, me të njohur për të praktikuar të folurit në publik, për të ndihmuar në ndërtimin e besimit tuaj. Rrethimi me njerëz ose shkuarja në udhëtime të ngjashme mund të jetë tepër fuqizuese. Ekskursionet janë shumë të mira. E 10-ta, përvetsoni artin e pauzës. Heshtja mund të jetë e fuqishme. Në vend që të mbushni çdo boshllëk me biseda nervore, mësoni të bëni edhe pauzë. Ajo përcjell qetësi dhe jep kohë për audiencë për të përvetësuar mesazhin tuaj. E 11-ta, sfidoni mendimet negative. Kur kritiku juaj i brendshëm fillon të përshpërisë, ti do të dështosh, ti quhet se i brendshëm, sfidoni atë dhe pyeteni, cilat janë provat që ke ti për këtë që unë do të dështoj? Shpesh, frika bazohet në supozime dhe jo në fakte. 12, festoni fitoret e vogla. Keni folur në një takim? Bëre një pyetje në klasë? Festojeni atë. Çdo fitore e vogël ka rëndësi dhe ndihmon në ndërtimin e vullnetit për të përforcuar besimin dhe aftësitë tuaja. 13, mësoni të menaxhoni frymëmarrjen tuaj. Frika nga të folurit në publik shpesh shkakton frymëmarrje të cekët dhe të shpesht, gjë që rrit ankthin. Praktikoni frymëmarrje të thellë, diafragmatike, për të qetësuar nervat dhe për të përqendruar. Se çfarë është frymëmarrja diafragmatike, e kam shpjeguar në shumë video. 14, përqendroni në lidhjen, jo në përsosmërinë. Audienca juaj nuk po kërkon përsosmërinë, por po kërkon dikë autentik, diçka të veçantë. Lërini përpjekjet për të qenë të përsosur dhe synoni të lidheni me ta. Përpiquni, por mos u mundoni shumë për të bërë përshtypje dikujt. 15, së fundi, jeni të durueshëm me veten tuaj. Transformimi personal është një udhëtim, jo një sprint. Festoni përparimin. Falni pengesat dhe kujtoni vetes se dhe njerëzit më të sigurt filluan nga diku. Miq, këto do të thosha në këtë video. Nëse ju pëlqeu, mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë jep në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër. Mirë takofshi.